çka dëshiron ti me bë në Ramazan, çka dëshiron ti me arrit në Ramazan, si do të agjerojmë, e si do të qëndrojmë pa bukë, e si do të qëndrojmë pa ujë, ku do të hajmë iftar sonte, e ku do të hajmë iftar nesër, sa gjuza dëshiron në ditë me i lexu Kur'an, sa dhikr don me bë brenda ditës, sa namaze nafile don me i fal brenda ditës edhe natës. Ja Allahu ta dha edhe një mundësi, ja Allahu ta dha edhe një shans që ti të bëhesh më i mirë, që ti të ndryshohesh, që ti të përmirësohesh, që ti të udhëzohesh. A nuk meriton gjithë kjo mirësi që ti thuhet elhamdulillah? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, ja pra muaj pas muaji, javë pas jave, ditë pas dite, dhe ne me lehen Allahut azza wa jall afrohemi afër një muaji të madh, afër një muaji të bekuar, afër një muaji të shtrenjtë, afër një muaji të rëndësishëm për çdo besimtar, afër një muaji me mirësi të shumta e me begati të mëdhaja. Afrohemi afër muajit të Ramazanit, ku me lejen e Allahut azza wa jall him në Ramazan të gjithë së bashku për të adhuruar Allahun azza wa jall me agjerim, me namaz, me ibadete të ndryshme, me shpresë që të arrijm faljen e Allahut azza wa jall dhe mëshirën e Allahut azza wa jall. Mysafiri po vjen, mysafiri është afruar, mysafiri troket në dyert tona. A jemi ne gati që ta presim këtë mysafir? Apo si mendojmë dhe si shpresojmë që ta presim mysafirin e madh? Të parët tanë, selefi, sahabet, 6 muaj më herët, para se të arrijë Ramazani, kanë bë dua duke lutur Allahun azza wa jall, Allahumma ballighna Ramadan, o Zot, na mundso që ta arrijm Ramazanin. 6 muaj më herët, 6 muaj me radhë, o Zot, na mundso që ta mbrim Ramazanin. Por çfarë arsye janë lutur kaq shumë? Janë lutur kaq shumë nga se ja kanë ditë vlerën, e kanë pas të qartë, e kanë kuptuar çka do të thotë njeriu të arrijë një Ramazan në jetën e tij. Çka nënkupton që njeriu ta mbrin një Ramazan shtesë në jetën e tij? Ai i cili ja di vlerën, ai i cili ja di rëndësinë, ai e shpreson shumë me zemër të flakë dhe me shpirt që ta arrijë atë ditë në të cilën fillojnë mirësitë e mëdhaja, shpërblimet e mëdhaja, mundësitë e mëdhaja për në xhennetin e Allahut azza wa jall. Ndoshta një Ramazan e ban gjithë ndryshimin e jetës tonë.
Ndoshta me një Ramazan ne rrotullojmë çdo gjë nga ajo e cila ka qenë dhe ajo e cila do të jetë. Ndoshta një Ramazan bëhet shkak që Allahu të ne fal gjunahet. Ndoshta me një Ramazan ne arrim mëshirën e Allahut. Ndoshta me një Ramazan bëhet shkak adhurimi në atë Ramazan që ne të shpëtojmë nga zjarri i xhehenemit, që ne të arrim në shpërblimet e xhenetit. Andaj të parët janë lutur, të parët e kanë prit me mall të madh ditën e parë të Ramazanit. Ja, Ramazani po vjen dhe ne insha Allah e arrim, dhe ne në Ramazan insha Allah do të him. A jemi gati që ta presim mysafirin? Si bëhemi gati që ta presim mysafirin? Së pari, është me rëndësi që besimtari këtë mysafir të madh, këtë muaj të bekuar, ta pret me gëzimin e madh, me gëzim në zemër, me gëzim në shpirt, që Allahu do të na mundson që ne të arrim Ramazanin. E si mos të gëzohemi? Si mos të gëzohemi kur Allahu Azza wa Jall e veçoi këtë muaj me shumë mirësi, me shumë begati, me shumë të mira që ne mund të i realizojmë ndë Allahut Azza wa Jall. Gëzohemi, mos mërzitemi, mos piklohemi, mos të kemi dert, mos të kemi gajle, se nuk i ngjan besimtarit prej tash të fillon të mendon se si do të agjerojmë, e si do të qëndrojmë pa buk, e si do të qëndrojmë pa ujë, e ndoshta dikush si do të qëndron pa cigare, e ndoshta dikush si do të punon agjerueshëm. Kemi punuar 11 muaj të tërë, kemi punuar 11 muaj të tërë, jemi angazhuar. Vjen muaj Ramazanit, mund të punojmë dhe mund të mos punojmë, secili e di gjendjen e tij. Mirë, po ky muaj i madh është muaj në të cilin ne duhet të gëzohemi që do të hymë në te, dhe do të shfrytëzojmë atë, dhe do të realizojmë ibadetin që në takon në te. Gjithashtu është me rëndësi që në këtë muaj të hymë me falenderim dhe Allahut Azza wa Jall, duke thënë me zemër së pari, pastaj edhe me gjuhë, elhamdulillah, elhamdulillah që Allahu po na e mundson, elhamdulillah që Allahu po na jep jetë, elhamdulillah që Allahu po na jep frym që ne të arrim këtë muaj të bekuar. Sa besimtar, sa musliman, sa familjar, sa xhamatlin i kemi pas në Ramazanin e kaluar, afër këtij Ramazani. Në këtë Ramazan nuk i kemi në saf, nuk i kemi ma në shtëpi në familje, nuk do t'i kemi ma në sofër, nuk i kemi përcjell baballar dhe nana, gjyshe dhe gjyshër, vlezër dhe motra, i kemi përcjellur mirë, po ti e arrite. Kush ta mundsoj një gjë të tillë? A nuk kemi pas mundësi që edhe ne brenda gjithë këtij viti, nga i Ramazan deri në këtë Ramazan, të jetë fundi i jetës tonë? E gjeli është në dorën e Allahut Azza wa Jall. Mirë, po ja Allahu ta mundsoj, ja Allahu ta dha edhe një mundësi, ja Allahu ta dha edhe një shans që ti të bëhesh më i mirë, që ti të ndryshohesh, që ti të përmirësohesh, që ti të udhëzohesh, që ti nga të këqijat të largohesh, që ti në ibadet e Allahut të afrohesh. A nuk meriton gjithë kjo mirësi që ti thuhet elhamdulillah? Elhamdulillah o Zot që po na jep gjitha këto të mira, të cilat nuk numrohen, e tash në prag të Ramazanit, elhamdulillah që na mundson të kemi frym, të kemi ditë, të kemi jetë që ta shfrytëzojmë edhe këtë muaj të bekuar. Gjithashtu besimtari duhet të hynë në muaj të Ramazanit me plan. Ne për çdo gjë bëjmë plan. Për një shtëpi e ban planin, për një tregti e ban planin, për një sezon e ban planin. Si do të jetë plani yt i ardhshëm për ta shfrytzuar sezonin tan më të madh të punës, të tregtisë, të arritjeve? Secili i ka planet e tij. Në Ramazan duhet të hym me plan. Me çfarë plani? Çka dëshiron ti me bë në Ramazan? Çka dëshiron ti me arrit në Ramazan? Çka do t'jetë dallimi i Ramazanit nga muajt e kaluar? A e ke bë planin? Bëje planin para se të hymë në ditën e parë të Ramazanit.
baje planin dhe vendosa atë. Nëse arrin, e kish përblimin. Nëse nuk e arrin, përsëri kish përblim të Allahu Azza wa Jall, vetëm por niyetin që e ke bane planin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai I cili don vendos me bë një punë të mirë dhe nuk e ban, ama vendos me bë, nuk e ban, e ka shpërblimin të Allahu Azza wa Jall. Allahu do ta shpërblen, nga se ti ke dasht me bë mirë, po ndoshta nuk e ke mri. Bane planin prej sot, bane planin para se të hysh në Ramazan. Çka don me ba në këtë muaj të bekuar, përveç namazeve që nuk ka diskutim, përveç agjerimit që nuk ka diskutim, pastaj sa gjuza dëshiron në ditë me I lexu Kur'an, pastaj sa dhikr don me ba brenda ditës, sa namaze nafile don me I fal brenda ditës edhe natës. Vendos e bane plan që mos me mik, jo namazi nuk diskutot për besimtarin, mos me mik as një teravi, mos me mik namazet sunete, mos me mik kyllo ibadeti, e kështu me radhë. Bane planin, a I cili ka pasuri, sa do t'jep sadaka, kur do t'jep sadaka, a për çdo ditë nga pak, a një herë brenda javës, e kështu me radhë. Bane planin, ta mundsoj Allahu, elhamdulillah, nuk e arrite, përsëri kish përblim të Allahu. Mirë, po mos hin në Ramazan I hutuar, duke u interesuar se ku do të hajmë iftar sonte e ku do të hajmë iftar nesër, cili restoran e ka ushqimin më të mirë e cili restoran e ka ushqimin më të lirë. Ramazani nuk është muaj I ushqimit, nuk është muaj I dëfrimit, nuk është muaj I lojrave, është muaj I adhurimit. Të bëhet plani I adhurimeve tona të muajit të Ramazanit. Gjithashtu është më rëndësi që të hym në Ramazan me zemër të pastër. Ti pastrojmë zemrat, se cili prej neve I pastrojmë shtëpijat, I pastrojmë vendet, I pastrojmë dhomat, bëhemi gati për Ramazan në aspektin e dunjas, të bëhemi gati edhe në aspektin shpirtëror. Ti pastrojmë zemrat tona, I mbushim kuzhinat, frigoriferat, çdo gjë që na takon, për syfyr mos e ki gajle, për iftar mos e ki gajle. Ti mbushim zemrat tona, ti pastrojmë zemrat tona ndë Allahut Azza wa Jall, duke kërkuar falje të Allahu Azza wa Jall për gjitha ato gabime. 11 muaj, gabime të mdhaja, gabime të vogla, gabime të hapura, gabime të fsheta, gjunahe dhe gjunahe që vetëm Allahu e di sa janë gjunahe tona. Të pendohemi të Allahu, të pastrohemi ndë Allahut Azza wa Jall, wa tubu ila Allahi jami'an ejuhel mu'minun. Pendohuni të Allahu të gjithë, o ju musliman, leallekum tuflihun, ndoshta do të shpëtoni, që të shpëtoni të Allahu Azza wa Jall. Ti pastrojmë zemrat tona ndë Allahut dhe pastaj ti pastrojmë zemrat tona gjithashtu edhe ndaj njëri tjetrit. Ndoshta kemi pas ndonjë fjalë, ndoshta e kemi randuar dikant, ndoshta e kemi ofenduar dikant, ndoshta e kemi penguar dikant, ndoshta jemi hidhëruar me dikant. Të him në Ramazan me zemër më të pastër, me gjoks më dëgjar, më falës ndaj njëri tjetrit. Kemi gabuar çka kemi gabuar. Nuk ka askush prej neve I cili është këtu dhe I cili nuk është këtu. Se cili prej neve kemi bë gabime. Edhe unë kam gabuar ndaj teje, edhe ti ke gabuar ndaj meje. Nuk është momenti I hakmarrjes, nuk është momenti I natit, nuk është momenti I kundërshtimit, është momenti I faljes. Fale vëllaun tanë për hir të Allahut, buzqeshi vëllaut tanë për hir të Allahut, jepi selam vëllaut tanë për hir të Allahut. Të him në Ramazan me zemra të pastërta, me zemra të bashkuara, me safa të bashkuara, me shpresë që do të na kaplon rahmeti Allahut Azza wa Jall. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson të arrijmë muajin e Ramazanit. Allahu të na mundson që ta shfrytëzojmë me ibadete muajin e Ramazanit.
Allahu të na mundson të arrim edhe ditën e fundit të Ramazanit, e Allahu të na i ketë falë gjunahet tona. Allahu të na mundson të dalim nga muaji i bekuar i Ramazanit me shpresë që do të arrim shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Elusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na i pastron gjunahet tona, Allahu të na i fal gabimet tona, Allahu të na shton imanin ton, Allahu të na forcon në këtë din, Allahu të na ban adhurues të denj ndaj Allahut Azza wa Jall. Elusim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tan Allahu t'i pasuron, të sëmurët tan Allahu t'i shëron, të burgosurit tan të pafajshëm Allahu t'i liron, të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.